Momentet caktuar ne jemi njerëz dhe emocionet shpesh edhe na tradhtojnë. Ju tregu që jeni nxit edhe keni pasur si grup i miqve, jeni nxitur që keni pasur edhe familjarë që janë përballur me këtë sëmundje. A ju ka ndodhur të keni persona të afërm qoftë miq që janë përballur dhe si ka qenë për juve ky rrugtim? Po, kam pasur për fillim për viteve kur kam qenë specializant dhe kemi humbur një antar të familjes, vëllain e shoqës. Ka qenë këtë fillim ajo. Pastaj ana ka motivuar me po këta. Sot unë kam dy antar të familjes që jemi mjekoj. Edhe Dajën edhe Haxhen, dytë janë duke me kurë të ne, dhe në Kosovë, aty në klinikën tonë, bashkë me kolegë tonë. Edhe normalisht vazhdojmë të mjekojmë një sikur se qytetarë tjerë, kom mjeku për fat. Do sprovu me këtë smundje, fat, jo të mirë, shok, familjarë të kolegëve, shok të ngushtë, ku disa janë gjallë, disa edhe nuk janë, edhe për kundër insistimit tona dhe kjo është shumë sfidë për ne. Kjo është diçka e veçantë, momentet caktuar ne jemi njerëz dhe emocionet shpesh edhe na tradhtojnë.